Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 40 vjeç dhe gjithmonë jam krenuar se isha unë shtylla e familjes. Punova vite me radhë pa u ankuar, edhe kur paga ishte e ulët, edhe kur puna mungonte. Kur mbetëm pa stabilitet financiar, i thash vete se ishte një fazë që do kalonte dhe do rregullohej. Burri në fund të ditës duhet mbajë gjërat nën kontroll. Por në atë moment nuk i kisha. Gruaja ime u bë më e heshtur me kohën. Nuk kërkonte me asgjë, nuk ankohej, gjithmonë gjente mënyra që frigoriferi të mos ishte bosh, qeraja të paguaj në kohë, fëmijët të kishin çfarë u duhej. Unë e shija si forcë, durim dhe nuk dyshoja fare. Zbulimi erdhi shumë rastësisht. Një transfert bankare që se kuptova. Një emër që nuk përkiste me askënd që ne njihnim. Në fillim mendova se ishte në një borxh, në një ndihmë nga familjar. Kur e pyeta, ajo u zbe. Nuk foli me një herë. Heshtja e saj më friksoi më shumë se çdo përgjigje. U ul përballë meje dhe më tha të vërtetën. Pa dram, me një qetësi që më theu. Më tha se kur unë mbeta pa punë për disa muaj, ajo u ndje e detyruar të gjente një rrugë tjetër. Jo sepse donte, jo sepse ishte e lehtë, por sepse fëmijët nuk mund të prisnin, faturat nuk prisnin. Nuk më dha detaje sepse nuk ishte e nevojshme. E kuptova mjaftueshëm për të ndier një peshë që më shtypi kraharorin. Ndjeva zemërim, turp, xhelozi, dhimbje, por mbi të gjitha ndjeva shumë faj. Një faj që nuk i kisha ndier kurrë më parë. E pash gruan time ndryshe, jo si tradhtare, jo si fajtore, por si dikë që kishte marrë mbi vete barrën që unë nuk mund ta mbaja. Dhe kjo më shkatroi më shumë se çdo gjë tjetër. Nuk folëm për disa ditë. Shtëpia ishte e qetë, por e mbushur me tension. Unë luftoja me krenarin time, me idenë e burrit që kisha ndërtuar për veten. Ai luftonte me turpin dhe frikën se mos humbiste familjen. Një mbrëmje fola. I thash se nuk doja që ajo të vazhdonte. Do të gjeja një mënyrë, një punë, çfarë do pune. Do të rregullonim në mënyrë të ndershme. Ajo qau, jo nga lehtësimi, por nga lodhja. Më tha se nuk donte kurrë të arrinte aty. E kishte bërë vetëm për ne. Sot jemi ende bashk, nuk është e lehtë. Besimi nuk kthehet thjesht me një bisedë, por po mësojmë të flasim, të mos fshejmë frikën, të mos mbajmë gjithçka vetëm mbi një palë shpatulla. Kjo faktikisht rrëfim nuk është për të justifikuar apo për të gjykuar. Është për të treguar se varfëria nuk shkatron vetëm xhepat, por edhe identitetin. Ndonjëherë, dashuria merr forma që nuk do doje kurrë t'i njihje. Nuk kam mësuar diçka. Dhe është pikërisht kjo, krenaria nuk ushqen familjen. Sakrificat e eshtura kanë një çmim që paguhen nga të gjithë pjesëtarët.